Socialistët kanë prezantuar një nismë të re ligjore gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste që ka për qëllim sipas tyre plotësimin e një boshllëku në kodin e procedurës penale. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja shpjegoi se ndryshimi i propozuar fokusohet në masat ndaluese, veçanërisht në atë të pezullimit nga detyra, duke propozuar një rreth më të gjerë subjektesh ndaj të cilëve nuk mund të aplikohet kjo masë. Në propozimin e socialistëve shtohen figura të rëndësishme të sistemit institucional si presidenti, avokati i popullit, kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese si dhe kryetari i KLSH-s, të cilët do të përjashtohen nga pezullimi nga detyra duke u bazuar në parimet e kushtetutës. Çfarë propozojmë konkretisht në nenin 242 të kodit procedurës penale? Ky nen ka të bëjë me masat ndaluese që ka kodi i procedurës penale. Dhe në pikën 1 të këtij neni sqarohet kompetenca që ka gjykata në caktimin e masave ndaluese që janë 2. Pezullimi nga detyra, që është një masë gjyqësore që garanton hetimin, dhe ndalimi i ushtrimit të një veprimtarie të caktuar që është përsëri një masë ndaluese, por që lidhet me dënimin, me vendimin përfundimtar që shqipton gjykata. Nuk jemi tek kjo e dyta, por jemi tek pezullimi nga detyra. Në pikën 2 të këtij neni thuhet masa e pezullimit nga detyra nuk shtrihet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe referuar kodit zgjedhor, sipas ligjit elektoral, sot Shqipëri zgjidhen antarët e këshillave bashkiak, kryetarët e bashkive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Ne propozojmë që në pikën 2, pra të shtohet rrethi i subjekteve ndaj të cilëve nuk mund të jepet si masë pezullimi i ushtrimit të funksionit, pra pezullimi nga detyra. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Pra, nga 3 subjekte ndaj të cilëve neni 242 i kodit procedurës penale e përjashton masën e pezullimit nga detyra, i shtohen edhe 7 subjekte të tjera. Pse kemi zgjedhur këto 7 subjekte? Jemi referuar strikt Kushtetutës Republikës Shqipërisë, burimit. Këto janë institucione që burojnë drejt për së drejti nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe që përbëjnë shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës dhe të shtetit në Republikën e Shqipërisë. Pra, janë themelet e shtetit demokratik Shqipëri. Manja theksoi se kjo nismë ka një natyrë procedurale dhe nuk prek pavarësinë e sistemit të drejtësisë, por është një masë që sipas tij garanton funksionimin e duhur të institucioneve. Qëllimi i ndërhyrjes është garantimi i funksionimit normal, të pandërprer dhe kushtetues të institucioneve më të larta të shtetit, duke ruajtur të paprekura kompetencat e prokurisë dhe gjykatës për hetimin dhe ndjekjen penale. Ndryshimi nuk synon të kufizojë jurisdiksionin penal dhe as krejoj paprekshmëri individuale, por të vendos një balancë ndërmjet ushtrimit funksioneve kushtetuese dhe nevojës për të garantuar rendin juridik në përputhje me nenin 7 kushtetutës që sanksionon parimin e ndarjes dhe balancimin e pushteteve në Republikën e Shqipërisë. Në të njëjtën linjë ishte edhe kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, i cili renditi 5 arsye që sipas tij paprekshmëria dhe pavarësia e sistemit të drejtësisë garantohet përmes kësaj nisme. Kjo është një nismë e cila prek kodin e procedurës penale, nuk shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar sipas parashikimeve që ka Kushtetuta. Ndërkohë që në fund të këtij komunikimi dua të them edhe diçka të fundit që ka të bëjë me garancitë ndaj sistemit të drejtësisë për t'i përmbledhur ato që u thanë. E para, mbi të gjitha, nuk cënohet pavarësia e prokurisë dhe gjykatave me këtë nismë që kemi ndërmarrë. E dyta, hetimi penal, ndjekja penale dhe gjykimi mbeten të paprekura. E treta, kompetencat e organeve të drejtësisë mbeten të paprekura sipas Kushtetutës dhe sipas ligjit. E katërta, nuk krijohet asnjë mburoj ndaj përgjegjësisë penale. Dhe e pesta, nuk përjashton asnjë subjekt nga jurisdiksioni penal.
për qenë të qartë 5 arsye për cilat paprekshmëria dhe pavarësia e sistemit drejtësisë garantohet edhe përmes kësaj nisme. Socialistët theksuan se ndryshimi është i balancuar dhe në përputhje me parimet e shtetit të së drejtës.